u shfaqet ajo shpica e WhatsApp-it, nuk do të kalojmë njerë me WhatsApp-it, fillimisht do ta ndjekim një kronik. Dhe do ta shohim atmosferën e krijuar dje. Faktikisht ndeshja u mbaj dje, Shkëndia fitoi dhe gjithë qytetit e Tovës dhe gjithë Maqedonia e festoi fitoren e Shkëndijës. Shkojmë dhe ndjekim këto pamje. Ravotnički Shkëndia ishte një ndeshje shumë pritur, përgatitje pafund dhe tifozllëk i flakt. 16 maj tashmë është shënuar në historinë e këtij klubi dhe të futbollit të Maqedonisë. Në finalen e zhvilluar në stadiumin Filipi II në Shkup, skuadra shqiptare mposhti Ravotničkin me rezultat minimal 2-0. Goli i parë u shënuan nga Marian Radeski në minutën e 8 dhe goli i dytë u shënuan nga Stenio Junior në minutën e 95. Dhe kështu Shkëndia e Tovës është fituese e Kupës së Maqedonisë për edicionin 2015-2016. Kjo ishte kupa e parë në historinë e klubit për Shkëndiën dhe tashmë pas këtij sezoni do të jetë pjesë e Ligës së Evropës. Mbështetje të madhe Shkëndijës i dhuruan edhe ballistët, që nuk ndaluan për asnjë moment së mbështeturi skuadrën, duke krijuar atmosferë vërtet të jashtëzakonshme. Shqiptaria feston, me ty o kampion, forca Shkëndia. Dhe tashmë jemi edhe në pjesën e mysafirëve për sot, pak a shumë ja zbuluar se kush janë, mirë po është e denja dhe e udhës, në mënyrë që t'i prezentojmë një nga një, duke pasur parasysh që tashmë kanë bërë krenar të gjithë shqiptarët e veçanërisht ato të Maqedonisë, për sa i përket pjesës së futbollit dhe pjesës së futbollit tek shqiptarët. Mbrëm ka qenë një datë historike dhe do të vazhdoj të jetë në gjithë historinë e futbollit, veçanërisht për gjithë ata të cilët kanë qenë pjesë e asaj fushe dhe ata të cilët kanë dhënë aq shumë mund, aq shumë vrapim dhe aq shumë përgatitje dhe aq shumë kohë nga koha e tyre për të arritur deri aty ku arritën mbrëm, për të realizuar ndoshta një ëndër të tyre realitet. Shkëndia tashmë fitoi Kupën e Maqedonisë dhe mposhti Ravotničkin me rezultat 2-0 në minutën 8 dhe në minutën 95. Nuk është që jam shumë e mirë me futboll, mirë po kur është e jotja, e mendon dhe e mëson, e studion, e lexon derisa ta memorizosh. Me ne në studio është Arjan Tuculi. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Si erdhe. Me ne në studio është Isak Luma, kryetari i ballistëve. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Dhe Krenar Osmani është me ne në studio gjithashtu. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Dhe ndërkohë po shohim dhe kronikën që ndoqëm në sfond dhe nga ana tjetër po shohim, ja, këtë pamje perfekte. Është Genti në mes, po që s'prish punë. Si me qenë dhona të është atmosferë e cila për të të drejtën dhe këtë në këtë momente kër e sheh, duke siguri edhe një herë dje. Si e komentoni kush do donte që të fillonte fillimisht për këtë fitore të madhe që kanë jo vetëm Shkëndia, mirë po gjithë shqiptarët, gjithë tifozët, ballistët dhe të gjithë. Japim përparësi protagonistit ndeshjes. Ai cili me pafrym. Fitimit kupës, kam përparësi ata të meritorët. Arjan. Normalisht, duke parë pamje tani dhe emocioni akoma më shumë shtohet, akoma më shumë vazhdon nga natë e mbrëmshme. Them drejtën sot tani në këtë moment jam emocionuar më shumë se që kam qenë në lojë për arsye se kemi qenë në nethet e ndeshjes, në nethet e gjërave që duhet se t'i bëjmë brenda në fush. Mirë po, kur ke tifozët
aty kur ke ballistët dhe unë prandaj jam vesh sot me bluzën e tyre, nuk e dija që do t'jenë edhe këto drejtuesit për një shirë falënderimin nga ana e gjithë çunave, gjithë lojtarëve tjerë për krajën morale, sidomos gjithë këtë 6 mujorësh, duke filluar nga krenari si më i vjetri i grupit, pastaj Valdrini, mos harroj tjetër Xheni dhe Isaku sfundi. Do të thonë gjithë kjo plejat e këtyre tifozëve që janë grumbulluar dhe na kanë mbështetur maksimalisht. Unë jam i falenderues dhe në emër të çunave sot e vesh bluzën për shenjë dhe respekt atyre dhe ju falenderoj shumë për emocionin e dhuruar gjatë gjithë kësaj gjysmëre. Ndërkohë që Krenari është edhe një prej themeluesve të ballistëve. Po? Po. Dhe pa modesti thuaje, dhe nuk e di, ke nevojë edhe për 2 mikrofonat e tjerë sepse të shterë zëri. Nga mbrëm ose kështu ka qenë kjo periudhë? Periudha ka qenë, do më thënë, si themi, busy. Shumë ndeshje janë lujt, djelt, mërkur, kështu që s'kemi pas. Jo vetëm ata, po edhe ne ko për pushim fare. Po vetët e pulës, pëse nuk i praktikonit në mëngjes. Jemi në dietë, janë kalorike. Okej, bukur, po që ja ka vlejt gjithë ki mund? Kjo mbështetje, besnikëri? Ja ka vlejt bara Qirana, ajo s'bët fjalë fare, as vjetë diskutim. Du të them, mund të flasë më shumë për këto 6 muaj, për përgjithësi, Shkëndia, ballistët, lojtarët funksionojnë si një trup i vetëm. Më thënë, asnjëherë s'është vënë diskutim ajo. Më ndesha të të pyes nga ana tjetër diçka tjetër. Minuta 8 shënimi i golit të parë. Po. 82 minuta, çka keni bërë? Pasi që me përsi 1-0 minimale, prap për tifozët është pak sa stresuese. Çdo aksion mund të jetë barazim. Unë mund të jap një detaj, minutë 88, duke organizu të fillojmë këngën e radhës me Shalla Besa Bes, duke kujtu që është 0-0, i thonë Xhenit fillojmë një këngë tjetër, e thotë jo s'ka kohë. Kemi edhe 3-4 minuta, thomë janë shtesat. Kemi shtesat 2 nga 15, atëherë më tregone që është 1-0. Më thonë, minutë 88 e kom kuptu se u dheqim 1-0. Kjo është kështu pa hile fare. Faktikisht jeni vlerësuar si një ndër të tifo grupet me më shumë të koreografi dhe një ndër më të mire. Sa është e vështirë kjo që të bëhet? E vështirë është deri në maksimum. Pasi që do përkushtim të plot, deri në detaje do të analizohet, do të projektohet, do të realizohet. Në më thonë është punë e madhe, jo vetëm e 2-3 veta, po e gjithë një grupi tërë. Dhe si arrini Isak që t'jeni, si ti themi, ndoshta një kor kur duhet të realizoj pikën apo performansën e tyre me atë shumë njerëz dhe të duket si një. Po, kuptohet që është një fund tepër e vështirë, mirë po si Ceki dhe Krenari, kjo gjë domethënë nuk funksionon, ky organizim nuk funksionon nga vetëm një person. Pa është një grup i madh të cilët çdo kush e ka të caktuar detyrën e vet, më thënë janë të caktuar edhe persona të cilët miren me rendin tribun, se si duhet të organizohet, si duhet të jetë, pasi si se shifni në për foto, është gjitha e koordinuar drejt mirë dhe kjo është punë atyre që u takon. Dhe gjitha... Më falë, kush është ai i cili, jep një sinjal dhe, qohet dora ndalet gjithë. Bëhet këshu, fillojnë gjithë. Po, atë kemi këtu në studio, pra është i vetëm Krenari. Pra ndaj është erzëri, nuk kishe autoparlanti, po doli laringu i gjithë për jashtë. Jo, s'ka nevojë. Kishim autoparlant, po se shfrytëzojnë. Nuk të mjaftoj. Në rastet radhë. Unë jam një nga personat, nuk jam i vetmi, jam një nga personat zbashku me Isakun, edhe ndoshta s'ka nevojë të i përmend, po do i përmend Xheni, Arnisi, Valdrini. Po i përmend këta 10 që ishin, Ismaili, Bilqa, gjithë kemi qenë një grup, se i vetëm zbohet gjë aty. Do thonë, puna në grup sjell rezultate. Cili është çelësi i suksesi që Shkëndia për herë të parë fitoi dhe kupën e Maqedonisë? Normalisht puna e palodhshme e gjithë ekipit, lojtarët, tifos, stafi drejtues, stafi
teknik gjithë bashku për një punë palotshme. Thash është hera e tretë e Shkëndis dhe e treta e vërteta, dy të tjera të unë kam mësuar një humbje dhe një humbje shumë të rëndë në aspekt si profesional, si emocional. Mirë po tash normalisht që duhet të rrethon gjithë rrethanat. Thash fal edhe sponsorit tanë, gjithësisht drejtuesve tanë, gjithësisht në krye me zotrin Lazim Desani, që gjërat dhe në aspektin financiar na ka mundësuar të bëjnë gjërat më të lehta. Kur ke komponime të këtilla, drejtues, lojtarë të mirë, tifos, zjarrt, kur frymojnë si një trup i vetëm, siç e tha edhe më herët, krenari normalisht që edhe suksesi nuk do të mungoj. Është një moment historik, fati jonë i gjithë lojtarëve është që shkruajmë një etapën historike të Shkëndis, ja që është edhe fati im personal edhe i Ferhan Hasanit, mos gaboj që jemi në të tre këto kupat historike të quajtur Shkëndis dhe normalisht që të shpresojmë se nuk do të jenë të vetme dhe si kupë e parë në amblemën e kompanisë Ekolog, do të vazhdojmë dhe të apërojmë drejt titujve të tjerë. Këtë gjë e ke thënë dhe pa modesti në deklaratën tënde në ditën e djeshme, ndoshta të ka mund ajo, si ti themi, ajo kënaqësia e të arriturit, ndoshta diçka që keni dashur me aq shumë dëshirë. Dhe tani do doja që të kalonim dhe të ndiqnim deklaratat e disa prej futbollistëve dhe gjithashtu edhe të presidentit të klubit futbollistik Shkëndia, zotërit Lazim Destani, do të shohim emocionet dhe deklaratat e tyre të para, fjalët e tyre të para, fiks pas mbarimit të ndeshjes. Shifni edhe vetë atmosfera fenomenale, jemi shumë të lumtur. Shfrytëzoj rastin t'ja urej gjithë ballistëve, gjithë tifozëve që na kanë përkrahur maksimalisht në këtë lojë, ky trofe shkon për ta. Po e fitum Kupën e Maqedonisë. Është një ndjenjë shumë e veçantë sepse klubi jon për spari herë domethënë fiton trofeun këtu. Edhe normal siç e shihni është një festë e madhe dhe falenderojmë ballistët që ishin në përkrahje të shumtë këtu. Jemi shumë të lumtur që morëm kupën edhe shpresojmë që vitin tjetër të marrim edhe kampionat. Sonte do të flas pa me modesti dhe do të them se ku jam unë dhe Ferhan Hasani, historia na ndjek pas. Çdo titull i fituar nga ana e Shkëndisë deri tani jemi pjesë e kësaj historie. Më vjen mirë që gjithë çunat dhe bashkë ne jemi pjesë e kësaj historie dhe shkruajmë me shkrenja të arta sepse çdo gjë që kemi fituar është për herë të parë. Më pas do të na pasojë një 10 ditë pushim dhe më pas të bëjmë histori edhe në Kupat e Europës. Të kalojmë një tur 2 dhe pse mos hyjmë edhe në grupe. Faleminderit edhe juve si media, si gjithçka që na përkrahani gjithmonë. Faleminderit shumë. Unë kam shumë besim te skuadra, te klubi dhe besoj se vitin e ardhshëm do të jetë edhe më mirë. Po edhe kështu sot me këtë publik aq të guximshëm, as të dashur, ishte kënaqësi të jesë edhe unë mesin e tyre. Unë besoj se do të kalojnë një e di e 3 rende, me siguri do të kalojnë. Ashtu i kemi shpresa se edhe janë shumë të përgatitur. Emocionet të veçanta, gjithsesi që emocionet të veçanta. Faktikisht desha t'ju pyes. Vesh një sekond, sepse ka të Culi të thotë diçka. Për këtë që sapo pam dhe për këtë që i thash. Shikoj se për këtë deklaratës me të vërtetë ishte një emocion i brendshëm për arsye se çdo futbollist do të ndjejë një fanellë që luan. Sidomos një klubi të madh Shkëndia që përfaqëson gjithë shqiptarët e Maqedonisë, një klub që ndoshta unë e kam thënë pa modesti aty për arsye se e di se sa vlerë ka ai klub, e di se si është krijuar, në çfarë rrethanash, e di se tifo grupi me çfarë bë, në cilë mënyrë është domethënë është formu dhe prandaj ishte një emocion i brendshëm sepse Shkëndis çdo herë edhe sot do të jem kështu se më rrënqithet trupi, çdo herë i pengon dikujt diçka dhe prandaj që fitoret dhe trofet e ngritura është fitore për gjithë shqiptarët e Maqedonisë, sepse realisht është e vetmja vlerë që kanë për shqiptarët e Maqedonisë. Prandaj e thash atë dhe nuk ishte rasti asnjë gjë, prandaj thash pa modesti. Dhe sot ja po më rrëqethet trupi sinqerisht. Është e vërtetë, e kam unë nga afër dhe e shoh. Është një emocion që rrjedh nga brenda, është një sen që ndjehet, një fanellë që ndjehet, janë tifozë të zjarrt që çdo kush ka që fëmijë të vogël rritet me atë frym për Shkëndinë dhe që një moshatar që është 80 vjeç që e ndjen me emocion të veçantë. Unë them jam krenar që i takoj kësaj plejade edhe kësaj pjesë të historisë Shkëndisë dhe shpresoj se të vazhdojmë së bashku me gjithë tifozët vetëm vit pas viti të korrim sukses dhe normalisht trofe të ardhshme sepse një Shkëndijë fort i shërben shqiptarëve. Dhe kjo është e bukur, a?
Do ndërlidhesha E bukur, me deklaratën e Ardianit. Është edhe koreografie mbrëmshme, që se keni ndonjë foto mund të hapet, mund ta spjegoj se në Ka fotografi sa të disa duash. pjesë duhet spjegohet se nuk është shumë e qartë, se nuk e kanë kap nga kënd që e sqaron më mirë. Shkëndia dihet se është më shumë se një klub. Shkëndia është ajo që i bashkon shqiptarët në Fyrom. Shkëndia si klubi më i madh, po edhe gjitha klubet shqiptare e din çfarë goditjesh pësojnë dhe koreografia është në lidhje pikërisht me atë. Kështu që suksesi çdo klubi, në këtë rast i Shkëndisë, po edhe çdo klubi shqiptar duhet shumë fishohet me 5 ose me 10, pasi që dihet se çfarë peripecish kalon klubi edhe shqiptarët këtë shtetë në që se mund të qymë në të. Po sa kohë ju deshte dhe a kishte koreografi speciale pikërisht ndeshje e djeshme? Ndeshje e djeshme do të potencohet se neve në është limitu numri me bileta gjenë maksimum. Kemi pas vetëm 1200 bileta, dërsa ne kemi qenë prezent stadium bi 3.000-3.500 vetë. Gjithë tjerët i kemi fut këshu. Se mund t'i lem 2.000 vetë a jashtë, 2.500 vetë a jashtë. Gjatë bartjes kësaj, mund të tregoj koreografia tjetër që ka qenë, që se kapën kuadri, kamerës. Do mundohemi, që ta kuadrojmë. Të cila kamerë? Te kjo kamera këto. Se kapën, nuk afro. Këto janë 2 formate B2, me thonë të kuqe dhe të zeza. Kjo është, me thonë, simboli ballistët që e kam pas në plis, dhe normale e simbolizon edhe shenjën e ballistëve dhe flamurin kombëtar. Kanë qenë nga 1000 copa, 1000 të kuqe, 1000 të zeza, po gjatë bartjes, gjatë hyrjes stadium se u boj stampedo e papame, su dash ta krijojmë për t'i fut njerëzit stadium edhe për t'i fut flakadanët edhe blicat. Gjatë asaj, disa prej këtyne kartonëve, si ti themi, koreografisë në u dëmtum, kështu që nuk deshëm në mënyrë dëmtume të nxjerrim atë koreografi dhe në mes ishte parola 22 metra me 4 metra, Shqipëria, shqiptarve, vdekje tradhtarëve. Kjo jo që na dështoj, por nuk deshëm një pjesë të këtyne kartonave të nxjerrim në mënyrë ashtu dëmtume, pasi që Shqiponja është në to. A nuk u dëmtum për fajin tonë, u dëmtum për fajin e policisë, Po kryesisht. nga anë e cilve kemi pas obstruksionit shumëta nga fillimi i rrugës para Pallatit Kulturës Tetov, gjatë rrugtimit, në pikë pagesat rrugore deri në hyrjen në stadium. Po udhëtimin, faktikisht ballistët a kanë financiim të ndonjë institucione të Tetov, apo financojnë vetë për rrugën, për biletat, pasi që prap 2500 bileta të vlen nuk është? Në këtë rast për biletat na kanë ndihmu klubi. Klubi. Po. Po. Dhe nga ana tjetër, Rabotnički dhe tifozët e Rabotničkit. Zëri nuk ju dëgju shumë. Se kishte, nuk vrejta ndonjë. Këto janë përgatitjet e juaja. Kjo Ose është... një pjesë e përgatitjeve. Kjo ishte pjesa faktikisht më e bukur. Këto kanë qenë pjesa e ndarë për ndeshje. Më thonë, e kemi pas pjesën e rezervume për ndeshje dhe pjesën që u kremtu të sheshi. Këtu janë 850 flakadan dhe blica, dhe pjesa tjetër për 150-ve është rujt Dhe ja VIP zona. VIP zona. për të sheshi, pasi që ishim shumë të bindur që Do me fiton. kualitetin, zemrën, për kushtimin që e kanë ndaj klubit, nuk vishte në dyshim. Pikërisht desha total të Ardiani këto. Me çfarë strategjie fillut pjesën e parë? Pasi që e dim që Rabotniqi ka kualitete të larta. Shkut vetëm për sul? Normalisht Shkëndis këtë sezon nuk i takon tjetër përveç atakimit, se s'dim ndryshe vetëm sulmimit në port. Normalisht aspekti psikologjik dhe ka të bëj shumë në lojë. Është një lojë 90 minuta, pavarësisht të kundërshtarit të dobët ose të fortë, është finale. Dhe finalet të sjellin ankth, janë 90 minuta në ankth dhe ti duhet t'jesh i përqendruar maksimalisht. Në këtë rast, aspekti psikologjik ka shumë të bëjë.
posaçërisht ne, ose për të dy sa e shumica e lojtarëve, edhe të gjithë, ishte e ngarkuar për arsye se ishte finalja e tretë që luheshte, gjithsesi finalja dytë e humbur dhe një dështim i tretë do të ishte një debakëll i madh, një dështim total i gjithë neve si futbollistë dhe normalisht të tifozëve të cilët na kanë përkrahur gjithmonë. Dhe pikërisht me shënimin e golit disi u çliruan për prapë u kthehemi çik mbrapa për se di pse arsye. Edhe sot e diskutojmë në mesin tonë të futbollistëve, por ja që ndodh është një emocion i tillë që mos pësojmë gol dhe një mënyrë mos dështimit eventual. Dhe kështu që në lojë gjithçka ishte, si do them, në futboll është taktika gjithçka që rregullon edhe rezultati, mirë po kur luhet me shpirt, me zemër për ta fituar një trofe, bëhet gjithçka e lehtë dhe normalisht duke përdorur gjithmonë mendjen dhe trurin. Thash që është aspekti psikologjik gjithmonë, do thirrem në aspektin psikologjik, për arsye se ishim me të vërtetë goxha të ngarkuar, sepse ndjenjem edhe ne futbollistët ndjenjëm një obligim moral ndaj drejtuesve, gjithsesisht sponsorit tonë zoti Lazim Destani dhe normalisht pjesës tjetër të tifozëve e posaçërisë, ballisëve ndjenjëm normalisht një ndjenjë me të vërtetë shumë një aspektin moral që e kishim patjetër ta fitojmë ndeshjen. Dhe mu për atë arsye dhe ishim të rëndu pak psikologjikisht. Në dal me ndeshjen si rrjedhën gjërat, u bë çka u bë, në fund t'i arritëm qëllimit dhe jemi shumë të kënaqur që jemi pjesë e kësaj feste, e kësaj kupe. Cili ishte detyra jote në fushë? Normalisht tash ishte të ruash një lojtar vetëm të vetëm apo teknikët me bë? Shiko, krijohet shumë uti dhe fole që dhe gjithmonë, nëse e shihni edhe nëpër foto, unë jam së bashku me Ferhan Hasanin, jemi një trup i vetëm, jemi shok dhe i takojmë asaj plejade të gjeneratës së artë dhe gjithmonë njerëzit janë të tillë që ne jemi të prirur edhe të ndajmë shokët, të ndajmë shoqërinë. Mirë po asnjëherë nuk e kemi vënë dëshim. Ferhan Hasani është kapiten dhe ishte i lider i kësaj ekipe. Dhe mu për fat të keq tonin që Ferhani u lëndua dhe doshte dikush tjetër ta marrë barën dhe unë si zavend si ti kisha patjetër për ta marrë atë barë dhe normalisht gjatë ndeshjes gjithmonë si një lider brenda në fushë në mungesë të Ferhani që më pas u inkuadrua për fatin tonë të mirë që u kthy. Dhe nga mënyra edhe pozicionimi im që jam dhe shikojshmëria që kam përpara dhe normalisht i u bërtas lojtarëve për të mirë në aspektin taktik, duke i udhëzuar në sende që ndoshta e harrojnë në moment caktuar. Dhe ndoshta njerëzit e kryen utin që nga mendje mallësia ose nga diçka se jam më tepër se ato, jo as pak. Ne jemi gjithë njësoj fushë dhe unë thjesht se jam nga pozicioni më i mirë dhe jam ndoshta me përvojë ndoshta më mirë me përvojë dhe thash, shikojshmëria gjithçka dhe mënyra të qenurit në fushë dhe mënyra e të udhëheqërit ekipën është njëjtë si krenari që edhe Isaku dhe gjithë ta tjerët që janë përballë tribunës dhe tregoj edhe vetë më pas që nuk kam parë ndeshjen për arsye se kam kontrollu gjithmonë turma për dalë mirë si duhet edhe unë kam kontrollu gjithkohës dhe do britma do kanë suni dëgjojnë. Jo, ato këndojnë. Të dëgjojnë ty kur i orienton në fushë me bërtima lojtarët? Për normalisht se dëgjojnë sepse kur u jo, e kam fjalën nga brohërimat, nga ato gjërat. Po ja mund ta vini re nga zëri se jemi njëtë me krenarin. Okej. Tash desha të dalë pak edhe të ballistat e kemi një video. Veç një sekond. Me fitimin e kësaj kupe, ju tashmë jeni të plasuar dhe në Europë. Dhe çka do të thotë kjo për ju si lojtar, si lojtar të cilët e kanë ndëruar këtë pjesë një hap tjetër për vazhdimin e një ëndre tjetër, për të luftuar për një ëndër tjetër? Normalisht që tani më do na filloj një ditë pushim gjithsesi dhe ditën e njëjtë një ndeshje e fundit të kampionat. Dhe normalisht do të filloj stresi, do të filloj angazhimi maksimal për të përgatitur maksimalisht për të shkruar në një hap të historisë Shkëndijës për të kaluar një tur, dy dhe pse jo mos kualifikohemi. Kemi mundësit, kemi kualitetet, kemi lojtarët e dur, ndoshta me 2-3 freski në ekip, nuk do të bëjë keq, çdo freski në ekip nuk bën keq, kështu që nuk e përjashtoj atë mundësinë thjesht, duhet të dëshmojmë veten sepse tek e fundit edhe paguhemi me lek për ato dhe prandaj shpresojmë se do t'i bëjmë ala më shumë krenar
tifozët, shqiptarët, gjithë njerëzit që na rrethojnë dhe normalisht atë që mundson që t'jetë më lehtë aspekti financiar do t'i vlezë investorin. Tifo për ekipin, gjithëherë, faktikisht për ekipin e zemrës është gjithmonë ai sendi primar. Vazhdim do ta ndjekim një video të realizatorit ton, Leo Trimit, i cili mbaron punën dhe me vrap niset për në stadion se nuk gjen taksi. E kam patjetër stush për me shukat. Ja ku e kemi, edhe më prapa vitin neve. Po. Dhe shkruan, dush ta mbrojsh ekipin e zemrës, shprint. Mbaron punën me lajme dhe niset për ta pa shkëndijet. Sa është do me thanë se kjo që pa tjetër stushme të jesh në atë ndeshje? Dhe në çdo ndeshje të shkëndizë? Ajo është, do me thënë, mentaliteti ultras, ajo është motiv me cilën preokupohesh 24/7, 30/1. Dhe shtysa motivi. Po. Tashmë Shkëndia do të lunë edhe në UEFA Kupen. Po. Çfarë do të thotë ajo për juve? Këta na kanë mësuar, do me thonë, jemi akomodu me atë. Nuk përbëm bevasi edhe me Championsi më mësum. Presim nga këta, nuk du të kryem presion të panevojshëm. Po që jeni besnik ndaj ekipit jeni, dhe në fitore dhe në humbje, dhe kjo halal ju qoftë. Patjetër, po ajo është detyra primare, se mbështesesh ekipin kur i shkon mirë, ajo është si ti bëhe shok dikuj që ka para. Në momentin që i humbë, edhe këtë... T'jemi ma. S'jemi, po ajo nuk është korekte. Për fund, vetëm desha dhe një pyetje që ja bëj. Disata nga Vardari e Shkëndijës. Sa ishte demoralizuese për ju? Shumë të mase. Edhe fitimi i Rabotniçkit, kthejo shpresat e kjo? Jo. Demoralizuese është për momentin se punim gjatë gjithë javës që ta kthejmë motivin, ta ngrim lart moralin edhe të futbolistët, po edhe të është punu të mase. Jemi demoralizuar, din kur demoralizohet personi. Do me thonë, kur e di që je shumë më i fortë, se je shumë më kualitativ, po edhe koreografia spjegon atë shumë mirë. E ceka edhe me një emision tjetër, në Podcast Studio këtu, Shkëndijës vetëm lojnë me Vardarin, i mungojnë 9 pikë nga padrejtësit, 9 apo 10 pikë nga padrejtësit që i kanë bërë arbitrat. Tu nuk futen vetëm arbitrat, futet Ministria Punëve të Mbrëmshme me hilet e saj, futet Federata me hilet e saj, futen arbitrat me hilet e saj, futet shteti me hilet e veta. Edhe koreografia spjegon shumë mirë, është futbollisti i Shkëndijës, duke ecë në për këtë xhungull, në për këtë shtet i cili është xhungull, që vetëm shtet s'mund quhet, kalon rrugës, janë 3 kafsh, bisha, tegra, e gërsira, që atë ju themi është Ministria Punëve të Mbrëmshme, që e sulmon, është, jo këto e mbishat, po është asociacioni i referve dhe është Mediat Slave. Janë të mërtume, por nuk duken shumë nga që këndi i kamerave është poshtë. Edhe në 2 gjarpri, njëra është Fyromi, tjetra është Federata, që e sulmon Shkëndijën. Nërsa rruga e qonë drejt Unionit Evropian, gjitha këto pengesa, stërkamza i ka nga kjo që quhet shtet. Po i kalun, a? I kalun. I kalun. I kalun, i drejt i Një fiton. falenderimi i madh drejt të gjithë futbolistët. Njëherë balist për jetë, dhe balist për jetë do të mbeteni dhe ju falemderit shumë që ishi pjesë e Pastel sot, falemderit dhe juve. Vetëm një falemderim e kisha, e kam obligim nga gjithë balistët, në mënyrë publike t'i falemderon zotëri Lazim Destani dhe familjes Destani, për mundin, kontributin, sakrificën, edhe lekët e derdhurat cilat janë numër mjaft madh për kushtet tona. Qa të themi më shumë, një falemderimi i madh drejt gjithë familjes Destani. Falemderit shumë, dhe ju falemderit dhe juve. Dhe shumë sukses të tjera. Një bisedë e këndshme, një bisedë e cila gjithnjë do t'jetë interesante për të zhvilluar, dhe nga ana tjetër aq më tepër kur bëhet fjalë për diçka kaq emocionuese. Dhe vetëm pas pak do t'jemi sërish me Pastel.